Alketa, të përshëndes, na tregohu më tepër informacione mbi vendimin, gjithashtu edhe aktivitetin e grupit. Të përshëndes, jeta e gjykatës e posaçme antikorrupsion sapo ka shpallur vendimin lidhur me një grup kriminal i cili operonte në kalimin e palishëm të imigrantëve kundrejt pagesave të ndryshme. U shpall vendime për 28 të pandehur, ndërkohë që ky vendim u dha nga tresha gjyqtarëve nga Erion Bani, Irena Gjoka dhe Atalanta Zeqira, ku i gjithë grupi për 28 të pandehur ishte dënuar me 155 vite burg në total sa i përket disa veprave penale, konkretisht ata u gjetën fajtor për ndihmën për dhënien e ndihmës së palishme të kalimit të kufirit, falsifikim letër njoftime, pasaportave ose vizave, grupi strukturar kriminal, kryerja e veprës penale ose organizata kriminale dhe grupi strukturar kriminal, si edhe për shpërdorim detyre. Kjo çështje jeta u hetua për disa kohë në fakt nga prokuroria e posaçme antikorrupsion ishte prokuroria Alida Kaçkini, ajo e cila zbardhi skemën kriminale të gjithë grupi duke dokumentuar pikërisht aktivitete palishëm përmes bisedave të zbërthyera në telefonat e sekuestruara më herët nga gjithë buros kombëtare të hetimit për dobi të këtij hetimi, por nga ana tjetër edhe me disa pamje filmike ku është dokumentuar edhe roli i secilit për këtyre personave. Në fakt sa i përket hetimeve që ka kryer prokuroria e posaçme antikorrupsion, ka rezultuar se për gjatë viteve 2022-2024 këta persona kanë mundësuar kalimin e palishëm të shtetasve shqiptar në rrugë toksore, ajrore dhe detare, konkretisht drejt Mbretërisë së Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Megjithatë, duhet thënë që ka qenë procesi gjatë në fakt në gjykatën e posaçme antikorrupsion ndaj të gjithë këtyre personave dhe në fakt ka qenë një hetim kompleks që siç thash u zbërthyer nga prokuroria Alida Kaçkini. Megjithatë, deri në këtë moment nuk kemi njoftim zyrtar nga ana e gjykatës së posaçme për të parë dënimin përkatës për secilin prej këtyre personave. Megjithatë, duhet thënë që ka qenë dënime në total pra prej 155 vitesh burg që ka dhënë shkalla e paragjyqësorit ndaj këtyre 28 të pandehurve ditën e sotme. Alketa, përsa i përket një tjetër çështje ka shkuar në 5 numri i kandidatëve në garën për prokuror të përgjithshëm, cilët janë emrat e tyre? Jeta në fakt ka qenë ditën e djeshme afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, pra i personave të cilët kanë shprehur interesin e tyre sa i përket pozicionit të lirë për prokuror të përgjithshëm. Megjithatë, duke qenë se ka qenë fundjavë vështirë afati i fundit ditën e sotme deri në mesnatë për të parë në rast se do të ketë apo jo aplikime të tjera që do dorëzohen atë që njihet si qeveria e prokurorëve, por siç thash edhe një herë për të zëvendësuar në këtë detyrë Olsian Çelën, të cilët i përfundon mandatin në dhjetorin e këtij viti pas 7 vitesh drejtim në prokurorinë përgjithshme. Konkretisht kandidatët përveç prokurorit të posaçëm Adnan Xholi, të cilën në fakt e kemi raportuar edhe pak ditë më parë, ka qenë kandidati i parë i cili ka shprehur interes për këtë pozicion. Adnan Xholi e kemi raportuar edhe më herët, është një prokuror i cili për disa vitesh në fakt ushtron detyrën në prokurorinë e posaçme antikorrupsion, ka qenë edhe drejtues seksioni për krimin e organizuar, por nga ana tjetër ka hetuar edhe çështjet e korrupsionit, ka qenë kandidati i parë i cili ka shprehur interesin. Megjithatë, ai ka dorëzuar aplikimin e tij bashkë me platformën në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, i cili do të kqyret nga ana e anëtarëve dhe nga kryetaria Mirela Bogdani në ditën kur do të zhvillohet po themi mbledhja në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për të parë se cilën prej këtyre platformave, ndërkaq që emrat e tjerë janë Rovena Zotë, prokurore në Prokurorinë e Tiranës. Kjo e fundit pati një operacion të suksesshëm, duhet thënë, në muajin prill të këtij viti, pas zbërtimit të një skeme sa i përket pra një grupi të madh call centrash duke bërë goditje të 3 pikave që operojnë në krye qytet, ku aso kohë u lëshuan masa sigurie dhe u arrestuan disa persona, ndërkaq kemi edhe prokurorin Ylli Peternika, Fatjona Memçaj, si edhe ish prokurore në Prokurorisë përgjithshme Arta Marku, e cila po ashtu ka aplikuar sërish për këtë pozicion pra sa i përket pra drejtimit të prokurorisë së përgjithshme. Janë këto kandidatët që janë zyrtar të paktën nga sa informacione kemi që nga Këshilli i Lartë të Prokurorisë, ndërkaq duhet thënë që ka qenë edhe prokurori i Elbasanit, Kreshnika Jazi, ai i cili ka dorëzuar aplikimin e tij pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Megjithatë është tërhequr në momentin e fundit, duke tërhequr pra edhe një herë aplikimin, por megjithatë siç thash do të jetë afati i fundit deri në mesnatë ditën e sotme për parë në rast do të ketë apo jo persona të tjerë të cilët do të shprehin këtë interes, më pas do të jetë KLP-ja e cila do të zgjedhë vetëm 3 prej këtyre kandidatëve jeta dhe më pas do të përcjellet Kuvendet e Republikës për të zgjedhur ata se kush do të jetë prokurori i ri i përgjithshëm, patjetër me shumicë votash. Alketa, të falenderoj për raportimin.